Leonat, përshëndet, çfarë përfaqëson i ekstraduari Aleks Ndreka? I arrestuar prej kohësh në Itali, Aleks Ndreka është ekstraduar drejt vendit ton këtë të njëjtë. 49 vjeçari ka qenë i shpallur në kërkim në kuadër të dosjes Metamorfoza, ku pikërisht në vitin 2023 gjykata e posaçme e shkallës së parë ka vendosur masën e arrestit me burg në mungesë për disa vepra penale, ku përfshihet sigurimi i kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje, si dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. 49 vjeçari është një nga 15 personat që u shpallën në kërkim dhe u vendosën masa sigurie lidhur me operacionin Metamorfoza. Sipas këtij fundit është një emër i njohur për botën e krimit, sidomos në zonën e Lezhës dhe Shkodrës. Gjatë hetimit të dosjes Metamorfoza, prokuria e posaçme ka zbardhur edhe disa momente ku Aleks Ndreka ka qenë i përfshirë. Sipas hetimit të SPAK, Leksi i Druve ka marrë më parë informacion për lëvizjet e Dorian Dulit, Ibrahim Blicit dhe Gen Stafilit, dhe më pas këto informacione i dërgonte te grupi i Bajrave dhe Pullum Gjokës, pasi këta të fundit kishin qëllimin e marrjes informacioneve për këta tre të fundit për të kryer më pas edhe vrasjen e tyre. Aleks Ndreka është arrestuar në Itali pikërisht në vitin 2024, teksa i fundit donte të kalonte nga Spanja drejt shtetit italian. U arrestua në aeroportin e Malpenzës në Milano. Ky i fundit rezulton edhe si shinjestër e disa atentateve të kryera ndaj tij disa herë, të atentate që duhet thënë që i ka shpëtuar secilit prej tyre. Pikërisht ka qenë atentati në vitin 2020 ku Ndreka u plagos në aksin Lezhë-Laç, edhe u plagos gjatë këtij atentati, edhe pse i plagosur ky i fundit arriti që të merrte ndihmë mjekësore, dhe më pas edhe autorët e këtij atentati i cili dështoi arritën të largoheshin dhe të zhduknin gjurmët e tyre duke djegur kështu edhe automjetin e përdorur në fshatin Plan. Por ky nuk ka qenë i vetmi atentat i bërë ndaj Aleks Ndrekës. Ka pasur edhe tentativa të tjera për të eliminuar këtë të fundit, të cilat, siç e thash, Ndreka ka arritur që t'i shpëtojë. Ndërkohë, sipas një hetimi tjetër të prokurisë së posaçme po lidhur me dosjen Metamorfoza, ka rezultuar se Leksi i Druve ka patur edhe një konflikt edhe me bandën e ish-deputetit Arben Ndoka, dhëndri i të cilit Arjan Tuku ka tentuar ta eliminojë fizikisht. Sipas SPAK, Arben Ndoka dyshonte se Aleks Ndreka tashmë i ekstraduar në Shqipëri, së bashku me Ardian Nikulajn kishin ndihmuar Dorim Bamin për vrasjen e të vëllait Aleksandër Ndokës. Janë disa këto nga episodet e zbardhura nga prokuria e posaçme lidhur me dosjen ku është i përfshirë edhe jashtëquajturi Leksi i Druve. Tashmë ky i fundit do të përballet me drejtsinë shqiptare lidhur me akuzat që rëndojnë mbi të. Faleminderit Leona për kësaj për raportimin.